Mirëmbrëma të dashur teleshikues të RTS Gjirokastrës, jemi të martën, ditë e martë e marta sportive këtu në RTS Gjirokastra, që ndryshe nga jetët tjera, kjo e martë do t'i kushtohet një sporti të ri që ka lindur në Gjirokastër, futbollit, po futbollit që luhet tashmë nga femrat. Një futboll që ka më shumë se 2-3 muaj që ka nisur dhe merit për ta ka trajneri i kësaj skuadre që ka formuar Sadik Basha. Mirëmbrëma, mirë se ka ardhur. Si dhe dy sportistet e vogla që kam këtu në studio, siç është Eliana Gjoqa dhe Karolina Ponte. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Po e filloj me ju, Sadik. Ju jeni tashmë trajneri i skuadrës futbollit për luftëtarin. Kur është formuar skuadra e luftëtarit dhe sa të vështirë keni patur për të krijuar këtë skuadër të luftëtarit për femra? Është një cikël i ri që po çelet për ekipin e vajzave. Kemi krijuar një ekip që quhet ta paraqesim me sistemën e re Afar Gjiro për ekipin e vajzave që të jetë diçka më unike edhe më e lidhur me simbolet e qytetit, por që bazën e ka gjithsesi te luftari, pasi të gjitha te luftari lidhen. Dua të flas për një cikël të ri që po çelet për vajzat dhe shpresoj që ky sport të ketë sa më shumë masivitet edhe të ecim sa më shumë përpara me ekipin e gocave. Kur keni filluar hapet e para për të ndërtuar këtë skuadër të futbollit për femra? Ideja është se dhe si u lind ideja për të krijuar këtë Kjo është diçka e bukur për të thënë, pasi ideja ka qenë një vit më parë kur kam qenë në një fshat mësues dhe atje për herë të parë ishte diçka e re për mua, pasi ishte profesion i ri, profesioni që ushtroi edukimit fizik apo. Edhe rastësisht ditën e parë të shkollës më thotë një vajzë, mbaj mend si tani, është një vajzë e vogël, mund të ketë qenë klasë 2, klasë 3, më thotë që dua të luaj futboll me çunat se po bëj aktivitet fizik edhe u habita më saktë edhe e futa me dëshirën e madhe që kish vajza dhe mbaj mend që ka marrë topin, ka tribluar 2-3 futbollistë, domethënë fëmijë dhe ka goditur në cepin e shtruzë dhe ka bërë një perlë të vërtet, domethënë edhe ishte diçka shumë e veçantë për mua. Edhe atje më lindi që ideja që pse jo dhe një ekip për vajzat. Është diçka ndryshe, por që bazat i ka të forta deri tani edhe dua të shkoj deri ku mund të arrijë. Tani mbështetjen e kemi pas, të shohim. Sa kohë keni që keni formatuar ekipin? Që keni hedhur bazat për krijuar këtë muaj 3. Ndër të parat ka qenë Elion, pastaj kemi pasur pjesë e Karolinën, dy nga futbollistët më të dalluara të ekipit. Shpresoj që të kemi akoma më shumë prurje, po kemi pas edhe probleme, them të drejtën. Ku kanë konsistuar problemet? Ku keni hasur vështirësi? Me disa prindër që për shembull nuk e kanë pasur atë dëshirën e mirë, domethënë që çfarë do vajza ime në futboll, a kupton, ka thënë, e kanë sjellë një ditë dhe është larguar dhe më ka ardhur çudi sepse ne jemi këtu për të suportuar talentet dhe dëshirat e fëmijëve tanë. Është diçka që nuk është e mirë për qytetin. Tani ky ekip i ri që është ngritur, prej sa futbollistësh përbëhet? Kemi 15 futbolliste, femra. Është edhe pjesa e çunave, po unë kur e kam hapur në fillim këtë ekip e kam hapur vetëm për vajza, ka pasur edhe një shumicë të madhe djemsh, domethënë moshë vogël, nga klasë parë deri në 6, 7, ka dhe moshë më të madhe, por që i ndajmë në grup mosha të ndryshme. Kemi U9 që është formuar, kemi U13 që është në fazë përfundimtare. Gjithnjë bëhet fjala për futbollin e femrave, flasim. Futbolli i femrave është vetëm te pjesa U13, U15. 13-15. Kemi mix, domethënë edhe U9 që ka dhe vajza dhe djem, kurse U13 është pothuajse e formuar për ekipin e femrave. Synojmë edhe kemi përparësi që tapim dhe ekipin e femrave për U15, pasi kam parë që ka interesim. Ju jeni vetëm trajner që merreni me këtë punë, po themi? Kemi edhe kolegun tim, domethënë që e kanë futur këto kohë të fundit si mik, si shok, edhe si dashamirë si sportit, dhe është futur pjesa e trajningut dhe ai, dhe deri tani kemi ecur me profesor Skerdin, Matushin Juemini. Kemi edhe atë pjesë, kemi edhe atë pjesë të këtij projekti që bazat i ka të forta dhe shpresoj sa më shumë afatgjat për këto goca që të ecin sa më shumë lart e më lart, kupton. Jo gjithkush mund të bëhet trajner, apo jo, ju jeni i licencuar për trajner? Po, jam i licencuar për këtë punë, jam licencuar në dhjetor të vitit kaluar, pasi mbarova trajnimet e ndryshme, plus që kam përparësi te kjo pjesë sepse vetë profesioni që kam unë është mësuesi edukim fizik dhe është diçka e përpunuar dhe perfeksionimi bëhet te trajningu që bëhet edhe ju jeni aktualisht dhe portieri i luftëtarit apo jo? Po.
kemi qenë të sezoni fundit që ishte një sukses për luftarin dhe shpresoj që kjo të arrihet edhe më lart, sepse ju e dini që luftari nuk është për këto kategori dhe nivele. Atëre, unë po i drejtojmë së pari vajzës në krahun e djathtë tuaj, profesor Sadiku. Eliona, pse u bëre futbolliste? Çfarë të shtyju të bëhesh futbolliste, të merresh me këtë lloj sporti e mos të merresh të kesh pasion një lloj sporti tjetër? Që e vogël kam luajtur me shoqet në lagje futboll dhe me shokët, kam dashur gjithmonë që të bëhem futbolliste, kam parë goca të tjera në internet duke luajtur dhe mua më është dashur dashuria ime për të bërë një futbolliste. Çfarë roli luan ti në skuadrë? Je portiere, je sulmuese, mbrojtëse, krau, mesfueshore? Je sulmuese qendre. Po. Ke dëshirë të shënosh gola kur luan? Po. Detyra juaj është të shënosh gola, po nga shoqet në skuadrë si ndihesh? Të ka munguar mbështetja e shoqeve të skuadrës për të furnizuar me topa, po themi? Ja, asnjëherë. Po kjo bukurosha e vogël? Carolina. Ti çfarë luan? Unë luaj sulmuese krau. Sulmuese krau. Sa vjeç je ti? Unë jam 10. 10 vjeçe. Po. Në cilën shkollë studion? Studion në shkollën Kota Hoxhi. Po pse u kërkon të bëhesh futbolliste? Kam patur ëndër që e vogël, kam luajtur shumë edhe kam dëshirë të madhe. Po që të bëhesh futbolliste çfarë duhet bësh? Duhet të jem e kujdesshme me lojën, të pasoj sa më shumë, të provoj që mundem. Të gjesh qëndrën. Eliona, familja është një shtys për ju apo jo? Apo ka qenë pengesë për të ushtruar këtë lloj sporti? Si mendon? Çfarë mund të thuash për këtë pjesë? Familja ime gjithmonë më ka mbështetur mua për të bërë sa më mirë nëpër sporte. Juve në çfarë klasë jeni dhe sa vjeçë jeni? Unë jam në klasën e 5, jam 11 vjeçë. Dhe pasioni për futbollin e ke apo jo? Po. Kërkon të bëhesh futbolliste? Po. Profesor Sadiku si u ka qëndruar? Është profesori, po themi ai, njeriu i dur për të drejtuar juve si nga ana morale, psikologjike, për më tepër nga ana teknike? Po. Tjetër. Është gjithmonë i vëmendshëm, na thot se çfarë të bëj, na trajnon për të mirën tonë, nuk na bërtet kot, por na bërtet për të mësuar ne sa më shumë. Kur themi bërtet, u këshillon apo jo? Po, u këshillon. Nëse u bërtet. Sadik, juve thatë që keni 15 futbolliste apo jo? Po, po që... Si e ke ndarë programin stërvitor? Sa e në javë stërviten vajzat dhe si e ndjek atë, po themi atë rregullin tuaj të stërvitjes së skuadrës? Duke parë që janë fillimet të re në javësh e mjaftueshme, por kam parë, sidomos të këto dy vajza që kanë talent të veçantë dhe unë dua t'i suportoj sa më shumë, kam parë që kanë shtys më shumë edhe unë në një orë e pak që e bëj stërvitjen, u bëj dhe diçka ekstra, domethënë përmirësojmë atë teknikën bazë. Ju bën të gjithave apo veçanërisht ato që spikati? Ato që kanë dëshirë, se për shumë ka dhe vajza që shiko, familjarët i fusin në shumë kurse të ndryshme dhe ndonjëra më thotë që shko profesor se unë kam dhe kursin e pianos të anglishtes dhe shumë gjëra të tjera, se ka dhe aktivitete të tjera. Varet në varësi të kohës, se dëshira nuk mungon anë e vajzave. Gjithmonë kam pasur dëshirën e mirë dhe kjo risia që futen në qytet është dukur diçka... Se është një, po themi, është vërtet një lajm që në Gjirokastër më në fund krijohet dhe një ekip futbolli për femrat. Apo jo? Patjetër, është diçka ndryshe dhe kjo më të roqi më shumë në momentin që e mendova dhe thjesht ajo dëshira që të bëjmë diçka ndryshe për to vajza që ndoshta pas disa vitesh mund të kesh ndonjë në ekip kombëtar, nuk i dija si të merr futbolli, ju e dini vetë këto gjëra. Është diçka që bëhet për të mirën e fëmijëve tanë që mos ta shtynë edhe atë kohën e lirë, për shembull, po flas për pjesën e çunave që kam atje dhe të gocave, që atë 1 orë, 2 orë që kalojnë atje mos t'i shtynë për telefona që është armiku kryesor për fëmijët tanë. Carolina, kur e ke prekur topin për herë të parë? Sa vjeçë ke qenë, mban mend? Kam qenë 4 vjeçë diku. Edhe ke luajtur me shok dhe me shoqe si? Po, kam luajtur me shoqet e lagjes. Po, profesori ku të gjeti ty? Apo e gjetë ti profesori? Si mendon? Besoj se më Apo të spikati vetë profesori? Si ishte
puna e kësaj vajzës kaq të vogël që është futbollist sadik? Muhabeti është që shkurtimisht ta themi duke aktivizuar në orën e fizkulturës kam parë që disa vajza e kishin më të avancuar këtë gjë dhe kanë folë si me vajza si me prindrit, por që duhet parë domethënë që familja a e ka këtë mbështetje. Na këto dy vajza e kemi pasur, ka pasur vajza tjera që se kanë pasur, ka shumë talente që mund të spikaten dhe mund të gjejnë. Shpresoj që të na vinë sa më shumë. Kjo është masiviteti, është diçka e mirë, po dhe cilësia nuk duhet lënë pas. Eliona, juve pak a shumë jeni sulmuese, thatë, jo pak a shumë, po jeni sulmuese i qendre. Pse pikrisht këtë pozicion preferon? Kam qef që të shkoj para dhe të shënoj gola. Ke dhe pak trup je goxha e zhvilluar në kuptimin të pëlqen të godasësh me kokë? Po. Profesor, kështu shënon golat me kokë? Kur e kam parë për të parë Elionën, ka pasur një goditje shumë të fortë që bëja ato goditjet në port, teknikën, marrjen, pasimin, këto gjërat elementare që bëhen dhe në shkollë që duhet t'i stërvitësh. Po kur e kam parë, e futa në lojë me çunat rastësisht dhe kur e kam parë që kërcente me kokë më shumë se çunat, më ishte diçka që më habiti. Ka këndshmëri, ëh? Shumë të mirë. Kjo është një nga aftësitë më të mira që ka dhe goditja në port, por që ka gjëra për të përmirësuar. Patjetër, sepse jeni akoma në hapat e para të krijimit dhe të formimit të skuadrës. Shpresojmë që kjo nis që ka pasur shumë mbështetje nga shumë njerëz, nga shumë kolegë. Kush ka qenë faktorët që u kanë mbështetur? Një nga faktorët kryesor është Roberta Grabova, që më ka ndihmuar kolegja ime te shkolla Koto Hoxhi, që është edhe motra e Hoti Grabovës një past. Të legjendës edhe ajo është te volejbolli më shumë, po që i spikat to se është ai syri i mësuesit që dallon talentin. Edhe më ka ndihmuar te pjesa e disa vajzave të reja që kanë ardhur. Falenderojmë dhe shpresoj që ky bashkëpunim të vazhdojë me mësuesen e shkollës Koto Hoxhi, Robertën. Ju thatë më parë që shumë nga fëmijët, nga vajzat, janë të azhënuar edhe me kurse të tjera, apo jo. Dhe u ka penguar kjo për të prishur, po themi, atë regjimi stërvitor të vajzave? Shko, regjimi stërvitor nuk është i bazuar vetëm të një vajzë, është të grupi. Të grupi, të vajzave, thash, jo për vajzat që janë këtu. Flasim qartë, do me thënë, dikush që ka dhe prirjet e tjera nuk mund të ndalojnë në prirje, se ajo mund të ketë dëshirë të bëhet basketboliste. Është punat e prirjet që ka, ajo është dëshira e fëmijëve që vjen nga brenda që del në sipërfaqe dhe ne duhet ta suportojmë si trajner futbolli, si basketbolli, si volejbolli. Janë fusha të ndara. Karolania, të pengon futbolli për të lënë pas dore mësimet? Apo ecin paralel si mësimet edhe futbolli? Si mësimet dhe futbolli. Sa e ushtron ti gjatë kohës të merresh me futboll, qoftë dhe individualisht, jo bashkë me grupin? Në shtëpi, merresh me top? Po, merrem. Çfarë bën me topin? Ç'të ka thënë profesori për shumë për të korrigjuar dhe për të bërë futbolliste e mirë? Për të rregulluar pasimet, për të rregulluar shenjestën, për të gjuajtur, për të gjuajtur topin me kokë. Gjëra që mund të përmirësohen edhe vajzat, sepse mund të kesh shumë pika të forta, po ato pikat që duhen, nuk mund t'i quajmë të dobta, se çdo njeri ka aftësi më të zhvilluara se të tjerat, por t'i zhvillojmë dhe ato që i kemi pak më të pa zhvilluara nga aftësitë e tjera. Për shembull, Eliona ka goditje me kokë dhe goditje me këmbë shumë të mirë. Karolina pason shumë mirë topin, ka vizion loje. Këto i ndërthurim të gjitha së bashku në një ekip shumë të mirë, sepse kemi dhe vajza të tjera që mund të mos na vinë në mendje tani ti përmendi, po që të gjitha së bashku bëjnë një ekip shumë të mirë vajzash, që shpresoj dhe dëshira e mirë është për qytetin të ecim sa më lart. Ndoshta edhe këto moshat që shkojnë shkallë, për shembull U13, U15 të krijohet avash një cikël i ri, sepse e tham është diçka ndryshe dhe pse jo të formohet dhe një ekip i parë i luftëtarit për femra që na përfaqësojnë në rang vendi. Ju tolë tashmë në pyetjen që unë do t'u bëja. Po. Ju jeni regjistruar, po themi në organet përkatëse që merren me futbollin e femrave? Shiko, dokumentacionet kanë filluar dhe janë futur. Por disa gjëra duan kohën e vetë dhe siç është formuar dhe luftari më para, do dhe kohën e vetë edhe ky ekip i ri që është formuar me femrat. Dokumentacioni është gati, i kemi futur, shpresojmë që të regjistrojmë në kampionat. Po që deri tani
Dëshira e mirë e njerëzve për të na suportuar ka qenë në të gjithë anët. Kemi pasur dhe sponsor që kanë dashur të na ndihmojnë, jemi në bisedime dhe shpresojmë që atë pjesën e uniformës dhe pjesën e bazës materiale që e kemi mbyllur, shpresoj që sa më shpejt të vjetë në funksion të ekipit, pasi kemi pasur sponsor të ndryshëm. Aktualisht vajzat kanë uniformë? Të veçantë? Apo i kanë uniforma individuale? Është individuale deri tani, deri në formimin e uniformës, sepse porosia është bërë dhe presim të ndajmë edhe masat trupore dhe numrin e vajzave që do marrin uniformë. Logoa e bluzave do jetë kjo që ju treguat? Po. Argjiro? Po. Afro Argjiro, kështu thamë? Duke marrë parasysh, siç e thash, edhe simbolet e qytetit dhe duke Mund t'i tregosh edhe një herë, lutem? Po, në kamera? Patjetër. Kjo është për qytetarët që na ndjekin? Kjo është logoa e re e një ekipi e një ciklit të ri që po çelet. Shpresojmë që t'ja dalim, shpresojmë me dëshirën e mirë dhe me njerëz që na mbështetin që ka pasur pafund, domethënë, sepse e dëgjojnë dhe u duket diçka ndryshe dhe pse jo, thonë, të bëhet diçka e bukur për këtë qytet që ka nevojë, sepse vajza që luajnë futboll ka. Kjo është një risi, profesor Sadiku, është një risi dhe merit padyshim që keni ju dhe mbështetësit tuaj. Sa do kërkosh nga vetja për të arritur deri te fundi, pra deri sa të krijosh atë ekipi që të gjithë dëshirojnë të Gjirokastër. Që krahas futbollit meshkujve kemi dhe futbollin e femrave. Unë kam një moto për veten dhe e kam përdorur gjithë jetën time dhe shpresoj që ta realizoj edhe këtë, por motoa ime në jetën time është që kur më thonë që diçka është e vështirë, do ta bëj them. Kur më thonë që është e pamundur, do ta tentoj ta bëj patjetër, se të tërheq ajo egoja personale. Eliona, ke ndonjë idhull futbollist apo futbolliste këtu në Shqipëri, njeh ndonjë futbolliste femër? Jo, asnjëherë s'kam parë. Po nuk e di ekipet që ka këtu në Shqipëri që luajnë futboll për femra, jo? Jo. Profesor Sadiku do t'ua thotë, edhe juve do ndjeni më mirë kur të dëgjoni emra të mëdhenj të futbollit këtu në Shqipëri të femrave, po pra. Kampione 12 vjet rresht ekipi i Vllaznisë. Një futbolliste e Vllaznisë shënon 83 gola në sezon. Këtë sezon kishte bërë 83 gola. Do kërkosh të bësh si ajo? Po, patjetër. Ajo quhet Meki Doçi. Po, futbolliste e kombëtares. Po ti ç'kërkon të bësh? Do kërkosh të bësh më shumë gola? Po. Fol pak fort. Po. Do kërkosh të bësh më shumë gola, ha? Po. Po duhet punosh vetë që të bësh tamam sulmuese, ha? Po. Po nga futbolli i meshkujve, keni ndonjë preferencë për lojtarët që keni dëgjuar ju vajza keni? Unë kam shumë lojtarë të preferuar. Po një do ta kesh një të veçantë, kë ke për shembull? Ronaldo. Po ti? Unë Mbappé. Kë Mbappé? Po. Mbappéja ka pozicionin që ka Eliona. Ai është mirë edhe në krah luan Mbappé, apo gjithsesi është një futbollist që ti e ke pasion, apo jo dhe ndron të bësh si Mbappé, ha? Mbappé, ha. Profesor Sadiku, për të shkuar avash avash drejt fundit të kësaj pjese të emisionit, çfarë mund të presim për më tepër dhe çfarë do të bëjmë? Shiko, interesimi është i madh dhe kam parë shumë vajza që janë të interesuara për futbollin e femrave, por që tham që kemi këtë problematikën e familjes që thonë çfarë duan vajza në futboll. Kupton, ka ardhur prindë dhe më ka thënë që vajza ime s'don futbollin, thashë se që në volejboll. Duke ditur që kemi këto problematika, unë do bëja thirrje për të gjithë prindërit, për të gjithë familjarët që të suportojnë fëmijët e tyre drejt të ëndrave që kanë dhe dëshirat që kanë për të bërë diçka ndryshe, sepse vërtet është diçka e bukur kur shikon disa vajza, një grup vajzash që mundohen dhe japin maksimumin e tyre për të arritur diçka në jetë. Pavarësisht e vogël apo e madhe që arrin në fund, sepse ndonjëherë futbolli kemi të bëjmë dhe me risk, a kupton? Është edhe fati në mes që për shembull kemi pasur lojtarë të mëdhenj që kanë pasur një dëmtim dhe kanë mbyllur karrierën. Po që shpresojmë që të ecin sa më shumë këto vajza. Të dyja vajzat që kemi në studio, po edhe shoqet e tyre, ecën mësimi paralel me futbolli? Mos i lëmë në arrest mësimet apo jo? Patjetër. Eliona si mendon? Po, patjetër. Sepse pikë pari duhet jemi nxënëse të mira, pastaj të jemi dhe futbollistë të mirë. Edhe me gjithat jemi vajza të mira në jetë apo jo? Po. Si mendon ti? Edhe unë. Kështu mendon, në? Po. Sadiku, unë të uroj suksese në këtë pasion që ke nisur në këtë punë të filluar për të vazhduar më tej për krijimin dhe konsolidimin e ekipit të futbollit të femrave. Ndërkohë, Sadik, ju keni qenë
pjesë e skuadrave të kombëtare të moshave apo jo? U17-19. U17-19 si portier. Po. Tashmë ju e dini që këtu në Shqipëri luhet kampionati evropian U17 vjeçarëve apo jo? Ç'mund të thuash për këtë eveniment? Shko, evenimenti është i madh dhe për këtë arsye është herë e parë që ekipi jotë kombëtar U17 kualifikohet në këto nivele të larta që është kampionati evropian. Por duke parë që disa nga ekipet që ne kemi në grup është vështirë, domethënë, sepse kanë struktura. Shqipëri, Portugali, Francë, Gjermani. Po. Ndeshjen e fundit. Emrat e mëdhenj të futbollit. Po. Kemi rënë në grupin e Ferit, si thonë me pak fjalë. Dhe ndeshjen e fundit humbëm 4-0. Ndeshja e parë që u luaj dje 4-0 përballë Portugalisë. Po. Kombëtare dhe para këtij kompeticioni u humb për fat të keq. Por që shikoj ndeshjen e pashë dhe pash me shumë dëshirë dhe ndërkohë regjia na mundson edhe palme nga takimi. Pash një dëshirë shumë të madhe që të bëj diçka e mirë, po puna është që kemi ngrënë golin e parë dhe ekipi më pas është shturur në një goleat të ekipit tjetër. Dhe kjo gjë nuk bën figurë të mirë. Mund të bësh një koment edhe pak më të gjerë, sepse aktualisht e një më mirë futbollin se kushdo tjetër nga ne këtu në studio. Është më e thjeshtë ta shikosh dhe ta logjikosh, sepse syri njeriu të dallon dhe percepton që atje është bërë një goleat ana e ekipit kundërshtar dhe ekipi jon pasi ka ngrënë golin e parë, që ishte në fundin e pjesës parë, është shturur dhe ka kaluar në një goleat që është diçka jo e mirë dhe jo e bukur për ekipin ton ta shikosh dhe jo më të jesh pjesë e saj dhe të ndjesh një emocion të një humbje shumë të madhe. Ishte humbje thellë apo jo? Është shumë e thellë, shumë e madhe. Për më tepër që luan edhe në po themi në vendin para publikut tënd, por duke ditur që kemi një ekip pa eksperiencë në këtë tillë rang ndërkombëtar, nuk i vjet dhe faj, por që shpreson që ndeshjet e tjera të reagojnë dhe të bëjnë diçka më të bukur dhe të arrijnë një rezultat pozitiv ndoshta. Sadik, të ranë sy mungesa e produktit vendas tek ekipi U17 vjeçarëve se në dijenin time asnjë futbollist nuk është nga kampionati shqiptar. Janë të gjithë futbollistë që vijnë nga kampionatet e huaja. Shiko, pjesa e futbollistëve që vijnë nga kampionati huaj është sidomos në pjesën e ekipit kombëtar, është pjesa e marketingut që ata e kanë më të madh se një lojtar që luan në kampionatin shqiptar. Është diçka, ai ka më shumë emër se dikush që luan këtu, ai mund të ketë më shumë përparësi pasi luan në një ligë me nivel më të lartë. Por që duhet parë kjo gjë në aspekt më të gjerë, pasi ai vërtet mund të jetë e Juventusi, siç kemi portierin e kombëtares U17, por mund të kesh një çun që ka aftësi më të mira në brezat dhe ekipet e moshave që kemi këtu dhe mund të jap më shumë, ndoshta. Ai mund të ketë 3 ndeshje, 4 ndeshje ose 10 ndeshje. Kurse ai mund të ketë aktivitet të vazhdueshëm edhe niveli i tij mund të jetë më i mirë ndoshta. Kjo mbetet për të parë dhe zgjidhet nga pjesa e analistëve dhe Profesor Sadiku, këtu kemi pamje nga takimi i Francë-Gjermani, mund vazhdosh? Po. Mbetet për të parë sepse janë të tjerë njerëz ato që analizojnë këto gjëra, por që shpresoj që të bëhet diçka më mirë. Pasi kemi edhe djem, kemi për shembullin e Simon Simonit. Unë e kam pas shok dëme dhe ai ka luajtur në kampionat shqiptar, sot është te Eintracht i Frankfurtit. Nga mosha tona ka dalë. Duhet të suportojmë më shumë ta individ, ta njerëz që tentojnë të bëjnë diçka për karrierën e tyre dhe të ecin përpara. Të veshësh fanelën e ekipit kombëtar është, po themi, është fat, është si të thuash prestigj. Edhe ta mbrosh me dinjitet. Ju e keni provuar vetë apo çfarë ndjesie ndjen kur vesh të fanelë? Është diçka që nuk përshkruhet me fjalë, nuk ka. Dhe a duhet përligjur në fushë lojës kjo fanelë apo jo? Kjo fanelë duhet mbrojtur, duhet luftuar sepse jemi në këto fazat të ekipit ton kombëtar të parit, ekipin e parë, jo të moshave që ka ecur dhe ka bërë arritje shumë të mëdha. Pse jo dhe këta djem që mblidhen atje, seleksionojnë dhe ushtrojnë futbollin atje, pse mos të arrin diçka më shumë? Sepse, siç e dim, rregulli që ekipi kombëtar është futur për herë të parë në kampionatin U17 është që vendi jon organizon kompeticionin dhe është herë e parë. Duhet të kalonte një fazë dhe të kualifikojë. Kjo do ishte një arritje më shumë, pavarësisht se edhe kjo që marrin pjesë është arritje, po pjesëmarrja pa
dhënë atë frytin e punës së vazhdueshme. Sepse ne jemi në lojë falas vendit të organizator apo jo? Ajo është diçka që nuk është arritur me djerse, kupton, edhe dallohet dhe rezultati që ekipet e tjera janë më të përgatitura sepse i kanë kaluar ato faza shkallë. Mund të kenë bërë dhe ndeshje miqësore ekipi kombëtar, po miqësore ka zhvilluar 17 vjeçarët. Nuk kanë hyrë në kompeticion për të garuar, për të hyrë. Kurse këto ekipe kanë qenë në aktivitet dhe e kanë marrë me djersa të arritje, domethënë, në këtë kompeticion. Si Franca, si Gjermania dhe me radhë, këto ekipet e tjera, jemi në dy grupe. Dy grupe. A bën në Shqipëri dhe pjesa tjetër luhet në Serbi. Është arritje për të paktën për futbollin shqiptar apo jo? Sepse do organizohet dhe U21 po në Shqipëri. Arritje është, por unë pres më shumë, sidomos në këta element, dhe shpresoj që këta element të rriten dhe të shkojnë në ekipin e parë sa më të përgatitur dhe sa më të gatshëm për të dhuruar spektakël siç na kanë dhuruar djemtë e kombëtarës që janë futur disa herë në kampionatin evropian, 2 herë më saktë. Për dy takimet që keni ndjekur ju, Sadik, Francë-Gjermani ishte një takim i luftuar kur forcat ishin barabarta, pastaj Gjermania u dorëzua apo jo? Në dalimet kuqe të lojtarit të tyre. Është mungesa eksperiencës të kjo moshë. Pasi ajo shturja dhe bërja e goleadës ka të bëjë me eksperiencë, sepse një lojtar me eksperiencë, për shembull, rezultati 1-0 ruhet me fanatizëm, sepse ti në minutën e 90 mund të bësh një gol e të marrësh një pikë dhe është një plus në garën për të kaluar në fazën tjetër. Jo të kalosh në të tillë shturje, për mendimin tim. 4 gola janë shumë. Ndikon dhe golavarazhi në fund. Për shembull, ekipi mund të bëjë një kthes. Mund të fitojë një ndeshje, një barazim, po golavarazhi bën diferencën te ekipet e tjera që janë në garë për të kaluar në raundin tjetër. Në datën 7 qershor do përballim me Serbinë, Sadik. Po. Një kundërshtar jo i lehtë. Një koment të shkurtër për këtë takim, si e shikon? Një kundërshtar jo i lehtë, pasi organika e ekipit serb është për të pasur zili për mendimin. Madje sot ata kishin shpallur dhe listën me të cilën do përballen me Shqipërinë. Ka lojtar të klasit, jo se ne nuk kemi, po është një ekip jo për tu nënvlerësuar, dhe në kampionatin evropian të fundit ishte një ekip dinjitoz, dhe që duroi një garë të fortë. Është një ekip shumë agresiv dhe shumë i fortë në fazën defensive, dhe në fazën ofensive kanë emra shumë të frikshëm që të bëjnë golin, luajnë në kampionate shumë të mira. Dhe për ju do të jetë një takim jo i lehtë për kombëtarët shqiptarë apo jo? Nuk është i lehtë. Dhe për gjithë ne, ndoshta. Sepse është edhe aspekti emocional te kjo ndeshje, pasi këto ndeshje nuk kanë histori jo të mirë. Pasi herën e fundit që kemi qenë në Serbi, nuk na kanë pritur mirë dhe aspekti emocional është shumë i keq, si për ne si për ata, sepse e presin me gjak të ngritur, si i thonë, dhe unë shpresoj që tifozëria jonë të tregoj një sjellje shembullore dhe të tregojmë ato vlera dhe kulturën tonë që kemi si komb. Këtë shpresoj që të arrijmë së pari. Pastaj rezultati në fushën e lojës është diçka tjetër që merret stafi dhe ekipi me këto gjëra. Tani ngelen dorën e tyre, por që tifozëria duhet të ketë përparësi sjelljen shembullore të tregojmë kulturën tonë mbi të gjitha, mos të thonë fjalë të këqija për kombin tonë. Sjellja bën njeriu, si thonë. E mbyllim emisionin e Marta Sportive këtu në RTS Gjirokastra. Ju falenderoj që ishit të pranishëm në studio. Suksese profesor, suksese vajza. Natë e mirë dhe miru takofshim të martën e ardhshme. Ishte kënaqësi.